Në Vlorë, në zyrat e aplikimit për pasaporta biometrike, radhët vijojnë të jenë të gjata. Nga mungesa e sporteleve shtesë, nëna me fëmijë të vegjël apo të moshuar u duhet të presin me orë apo ditë të tëra. Qytetarët, kryesisht emigrantë, ankohen për shërbimet dhe koston e lartë që përkthehet në kohë dhe para të harxuara deri në marrjen e dokumentit biometrik. Kemi një javë të tërë, na lini rehat. 3 ditor që është ajo, pasaporta ne po bredhëm lart e poshtë një javë. Jo 188 euro, po 388 euro vajti ajo pasaport. Po në shtëpi hiç vetëm hotel vemi, rrim gjithë ditën në përzyra. Ça është kështu? As policë ka te dera, as të radhë, as tuti, as tu. Qa jemi ne? Jemi vakti, jo qeveri. Vemi atje, vemi në 12 tonë, hajde nesër në orën 8. Nuk kam këtu deri në 5, po pres deri po vetë ora 9 tus, po bën as punë as gjë, me të rrallë, me të bërtitur, me zi putemi brenda, plas. Tu s'është parë për të ardhur. Pavarësisht fluksit dhe radhëve për të pajisur me një pasaport biometrike që janë prezente prej mesit të korrikut, asnjë mas nuk është marrë për shtimin e sporteleve.